Territori i Kosovës për datën 26 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i qëndrueshëm, me kthjellime dhe vranësira të herpashershme në pjesën më të madhe të territorit. Gjatë bazitës në zonat kodrinore dhe malore mund të ketë zhvillime të vranësirave dhe mundësi për reshje të izoluara, ndërsa në pjesë tjetër të territorit do të ketë intervale të gjata me diell. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa gjatë bazitës priten vranësira më të shpeshta, veçanërisht në zonat malore. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 34 gradë. Era do të fyejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior dhe veri perëndimor, me shpejtësi 2 deri në 7 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 30 gradë. Skënderaj 15 deri në 32 gradë. Pej 15 deri në 31 gradë. Prishtinë 14 deri në 31 gradë. Gjakov 16 deri në 33 gradë. Malishev 16 deri në 33 gradë. Gjilan 15 deri në 31 gradë. Ferizaj 15 deri në 31 gradë. Kaçanik 15 deri në 30 gradë. Suarek 16 deri në 33 gradë. Prizren 18 deri në 34 gradë Celsius.